Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Jeni të mrekullueshëm. Zërat tuaj dëgjojnë gjithandej. Dëgjojnë aq fort sa që bashkëdhetarët tuaj po vrapojnë drejt Shqipërisë. I kemi nesër të gjithë këtu. I kemi në këtë shesh. Ndërkohë le të dëgjojmë zërat tuaj. Le të dëgjojmë dhe mendimin e një arkitekti të ri. Përshëndetje të gjithëve Tirana, përshëndetje shqiptar kudo që na ndiqni, edhe keni për zemër këtë kazë tonë sot këtu në kryeqytet. Unë jam një qytetar i Tiranës, aktivist e projektues i qytetit edhe i peizazheve të qyteteve në përgjithësi. Në këtë demonstratë qytetare, unë po merrem me fotografi, që është një prej gjanave që mundën me banë këtë shesh, dhe më ka dhënë shkas nëpërmjet saj me pa dy aspekte të cilat doja me i folë me ju sot, edhe që mendoj se janë të rëndësishme. E para është e lidhur me aktivitetin që po ndodh në shesh, ndërsa e dyta lidhet me kauzën e cilën na mblodhi edhe na bani bashkë këtu që si vend lindi në Zvërnec. Ajo që unë shikoj sot këtu është një lloj aktiviteti i cili kalon përtej çfarë do lloj organizimi, proteste, manifestimi, tubimi qytetar, realisht është e papërshkrueshme. Qytetarët kanë vendos me i dhanë edhe një emër, unë e kam përpara, e quajnë Shqipëria e re. Shqipëria e re! 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 Gjëja dytë për cilën do doja me u folë shkurtimisht është një aktivitet që pata rastin me marrë pjesë të shtunën e kaluar, kur vizitova Zvërnecin për herë të parë. Edhe pse natyra atje për mu si arkitekt është e njohur, se është natyra e komplet Adriatikut që na rrethon, mendoj se vetëm duke shkelur vetë në atë vend e kupton përmasën e krijimit që po kryhet në atë park. Atje u pritëm nga banorë të Zvërnecit që dalin për ditë, nga banorë të Vlorës që udhëtojnë për ditë dhe ekspert mjedisorë. E përveç tyre, shumë vizitorë të ardhur nga anën banë Shqipërisë, kishte edhe grupe të ndryshme të huaja nga Ballkani e deri te shtetet më të largëta të Europës perëndimore, mbanin vesh edhe shikonin për atë çfarë po thoshim e çfarë po banim ne. Duket nga pjesëmarrja që sa kaq ne kemi fituar simpatinë e tyre, si këtu në shesh, ku na vinë edhe turista, edhe të huaj, dhe na janë bashkuar në protestë. Po ashtu edhe në për qytetet më të rëndësishme, e kryeqytetet më të rëndësishme europiane, ku qytetarët i bashkohen protestave ku po dalin shqiptarët me protestu për këtë kaos. Në Zvërnec kupton me njëherë se nga ishulli i Sazanit deri në Zvërnec, Pishporo, Nart e deri te aeroporti është një sistem i vetëm gangrenizimi i tokës kombëtare që duhet anuluar me do e mos. Sikur se vënë në pahë edhe ambientalistët, edhe projektuesit, e njëjta gjë ka ndodhur për një dekadë rresht edhe me zonat e tjera bregdetare të kthyer në resorte në emrin e turizmit. Për ata që munden, është shumë e rëndësishme, përsëris për gjithë shqiptarët që na ndjekin, është shumë e rëndësishme që të shkojnë vetë ta vizitojnë zonën e mbrojtur dhe jo vetëm atë, gjithashtu Rjollin, Drilonin, Butrintin e me radhë. Gjithë Shqipëri. Shqipëria e re! 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 Shqipëria e re!
shqiptarët e kanë kuptuar për ta mbyllur ndjes, shqiptarët e kanë kuptuar se kjo nuk është një çështje teknike, por është një çështje vendimarrje. Prandaj edhe pankarta thotë, toka jon, vendimi ynë. Ata kanë marrë vetë vendimin. Anullo projektin ose jep dorëheqjen. Anullo projektin! Anullo projektin! Mesazhi im për ju është ky. Koha që po kalojmë në shesh do të jetë e shkurtër relativisht, por do ta kemi me vete për një periudhë shumë të gjatë, ndoshta gjatë gjithë jetës. Pasi të mbarojë kjo, do të kemi gjithë kohën për ta bërë këtë Shqipëri të re për të cilin të gjithë rrasin. Për tani, gjëja më e vyrë është mundësia për t'ju bashkuar takime dhe biseda sporadike që ndodhin në këtë shesh deri në realizimin e vendimit popullor. Anullo projektin! Anullo projektin! Anullo projektin! Anullo projektin! Anullo projektin! Ty shikoj njerë sa jemi, se më duket se po arrim surrelin. Diri tuaj po kam rivin. Ku është rindia? Kjo është Shqipëria juaj, për këtë po luftojmë. Ne atë gjojnë dhe një, se nuk ne të gjojnë që parë. Dorëheqje! 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 Më fort atë gjojnë! Që dorëheqje! Dorëheqje! Po mos harroni, ne nuk jemi këtu vetë për dorëheqjen e këtij. Ne jemi për rrëzimin e gjithë sistemit 80 vjeçar që na ka marrë frymën. Rama Bur Berisha Mbur! 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 Tash kam kënaqësinë të jap fjalën një vajze, një aktiviste të shkëlqyer që është marrë me çështjet mendisore. Dhe ftoj pranjues, ju lutem ta presim një duar trokitje. Që nga momenti që nisi kjo protest, prokuroria e posaçme ka ndërmarrë 2 aksione. I pari ishte në fillim kur nisi hetimin mbi pronësinë për çështjen e Zvërnecit, dhe i dyti sot kur vendoset bllokoj pasuritë dhe të godas grupin narko ndërtimor që është i lidhur me Zvërnecin, po jo vetëm.